Si të shifni, ta kanë të merë. Zoti Berisha, dalim gjithë live, lutem. Ta kanë të merë nga fjala ime dhe fjale e opozicës në parlament. Këta janë shtruar në maska të Lubi Ballukut. Këta janë transformuar në një klub avokatie hajdutësh që se ka patur kur Shqipëria. Këta janë të tmerruar, ju e shifni që 10 shkurti ju ka lujt fiqirin këtyre dhe këta nuk dinë se ku janë dhe se çfarë flasin. E vërteta është që ky parlament është në shkelje të rëndë të kushtetutës, jo vetëm se vjen nga vota e vjedhur po, por ky parlament është në dhumim flagrant të kushtetutës sepse është shndruar në mburoj të vjedhjes së qytetarëve. Është shndruar në strofullën e fundit të hajdutëve shtetëror dhe faktikisht po bën mburoj për vjedhjet e Edi Rams, Lubi Ballukut dhe ministrave të tjerë. I mbetet sovrani, u mbetet qytetarëve të thonë fjalën e tyre për imunitetet e Edi Rams dhe Lubi Ballukut dhe hajdutëve të tjerë, të cilët kanë borxhe miliarda euro të vjedhura ndaj qytetarëve shqiptarë. Unë sot shfrytëzoj rastin edhe një herë të bëj thirrje qytetarëve. 20 shkurti është dita e tyre. Ky parlament është armik i egër i qytetarëve, i qenjes tyre. Ky përdoret tani pas gjykatës kushtetuese, dështimit në gjykatë kushtetuese, Edi Rama ka shtruar parlamentin në mburoj kryesore të krimeve të tij të shëmtuara. Qytetarë dhe qytetare, jeni ju dhe vetëm ju, ata që do rivendosni kushtetutën dhe ligjin në këtë vend. Përdorimi i udhëheqësve të ushtrisë qeveritare të Kosovës dhe udhëheqësve politik të Kosovës nga një kriminal ordiner si mburoj është një akt i shëmtuar. Ne sigurisht që unë kam shprehur pikpamjet e mia lidhur me atë proces, por edhe një herë kjo tregon se sa të ulët janë këta dhe çfarë janë gjendje të bëjnë për të mbrojtur vjedhjet e tyre. Çdo gjë, në qoftë se do ishte serioze kjo, nuk ngrihej kjo atëherë kur dilte mandat, kur deputet të opozicës kërkonin mandatin e Lubi Ballukut. Kjo u ngrit vetëm e vetëm si një mënyrë për të kaluar çështjen e mandateve. Faleminderit.